Luiza Rudnova adhuron kineman, veshjet dhe artet pamore, që nga viti 2020 e reja ruse studion në Paris menaxhim arti e kulturë dhe synon të bëjë emër në sken. Por emri i saj vërtet fshen një sekret të madh. Thuhet se Rudnova është vajza jashtëmartësore e sundimtarit të Kremlinit Vladimir Putin dhe ish pastrueses Svetlana Krivonki. Një thashë them që tashmë ka shkaktuar jo pak trazira në rrethet artistike pariziane, sepse vajza sekrete e Putinit po kuron në 2 galeri të kryeqytetit francez pikërisht artin kundër luftës. E reja që punon si kuratore galerie u vu fillimisht në qendër të vëmendjes nga artistja ruse Nastya Rodionova në mërgim që nga fillimi i luftës në Ukrainë në 2022. Ajo shkroi në Facebook se Rudnova punon në studio Albatros dhe në La Galeri, ku ekspozohen vepra të artistëve si rusë ashtu edhe ukrainas me mesazhe të qarta kundër luftës. Rodionova shtoi se edhe ajo vetë kishte dashur të ekspozonte veprat e saj atje, por për shkak të vajzës së Putinit kishte vendosur të mos e bënte. Ajo ndihet e mashtruar. Duhet ta dim me kë kemi të bëjmë dhe të vendosim vetë nëse mund të jetojmë me këtë fakt. Për mua personalisht përgjigjja është jo. Në përgjigje të pyetjes së portalit rus të lajmeve Meduza, kuratori rus Dmitri Dolinski konfirmoi se prej tetorit 2024 punson vajzën e Putinit. Ai tha se nuk e kishte pyetur më parë për prejardhjen e saj dhe se kjo ishte e parëndësishme. Fëmijët nuk janë përgjegjës për prindrit e tyre, tha ai, por Rodionova mendon ndryshe. Ajo argumenton se edhe vajza e fshet e Putinit përfiton nga regjimi, sepse nëna e saj pas lindjes u pasurua shumë shpejt ka aksione në Bankën Shtetërore të Rusisë, zotron një apartament luksoz në Shënt Petersburg dhe ndodhet në listat perëndimore të sanksioneve.